Të dashur teleshikues, sot jemi në Düsseldorf dhe kemi ardhur këtu për të realizuar një bashkëbisedim me një krijues, autor i mbi 100 veprave letrare. Bëhet fjalë për Xhemal Shalën. Përshëndetje i nderuar dhe mirë se vini në Origina Show. Përshëndetje i nderuar, faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për punën tuaj të palashme që veni për diasporën dhe për mërgatën tonë. Si kaloni në Düsseldorf, do të më tregoni pak a shumë që sa kohë jeni në Gjermani, origjinën tuaj, me që edhe formati është Origina Show. Ju falenderoj për pyetjen. Si çdo bashkëdhetar tjerë, në mërgeme kalojmë jetën, ka pak të punuar, ka pak dalim e ecime, po ne jemi këtu në mërgeme, por gjithmonë mendjen e kemi tek vendindja jonë, tek të gjitha trojet shqiptare. Mu më së shumë të merr malli për Kosovën, më mungon Tirana, më mungon Prishtina, po me Malta dhe jemi këtu edhe i jemi të detyruar këtu të qëndrojmë. Ku i ka rrënjët shkrimtari Xhemal Shala, nga cili vend i Kosovës? Xhemal Shala i ka rrënjën nga Banja Malishevës, edhe atje jam i lindur, deri në moshën 31 vjeçare kam qëndruar në vendimin time, kam punuar në profesione të ndryshme. Pa lihet ai vend i bukur për të ardhur në Gjermani o i nderuar. Aty ai vend ku shitet më së shumti toka, ku vlera e tokës është me një çmim të hatashëm. Ndoshta ma shtrenjtë shitet atje se sa këtu në Gjermani, apo jo? Ata unë s'kisha mund me mua të krahasim se ju jeni ngjarje në rrjeta, ju i dini më mirë se sa unë, po me atë tokë, ajo tokë është shumë e shtrenjtë, ka shumë mallë, ka shumë lot, ka shumë vuajtje. Edhe ajo tokë ka dhënë shumë sakrifica. Ky vendi joni ku jemi atje, vash Zoti ta gëzoj mirëqenie sociale dhe liria të ndjetë cep në cep vendit tonë. Shef ëndra me Kosovën akoma, apo janë rralluar këto vitet e fundit? Është një pyetje që ua bëj gjithë mërgjimtarëve me cilët kanë vite në diasporë. Ndoshta se e pëlqej pyetjen tuaj. Pyetje kontroverse, po është një pyetje që mban vete plot mall, plot kujtime, plot nostalgji për tokën, për familjen, për vendin. I lam gjithë edhe erdhëm këtu. Po një pjesë e madhe thënë që nuk kanë ardhur për dëshirë për qefit, por ka qenë imponim i kohës. Pa punë. Kam punuar mas e dikon 10 vjet si ligjërues i landës së biologjisë në shkollat mesme. Së fundi kam punuar në shkollën Abdul Frashi, në gjimnazin Malishev. Edhe për atë, për do kushte më të mira kemi dalë se me vendlindjen nuk të savënsohet asgjë. Ne kemi mbetur për malluar. Edhe profesioni profesorit është... Molli kënej, kemi met në zonën neutrale. I huj, atje nuk është që na shquin të huj, po mbesim se kujtimet i kemi edhe këtu dhe punë gjitha. Kemi kriju familje, ka pak po punojnë, me gjallënuna si gjithë në rrota. Dëgjoj, të vish nga pozita e profesorit dhe të vish këtu në perëndim, natyrisht të nisësh jetën nga e para, nga zeroja, natyrisht se është një sakrifis, një sfidë në vete, apo ja? Është e vërtet. Kontrovers kam qenë gjithmonë, ku kam marrë këtu, kam thonë, se do të rrim një vjet, 2, 3, edhe do të kthehemi. Me të vërtet, jo vetëm unë ku kam qenë e ku jemi sot, kontrovers, po kur je i varur, ku e ke mungesën, mirëqenie sociale, paraja kur të mungon. Si ishte fillimi në Gjermani këtu? Fillimi ka qenë shumë i vështirë. Ishte i vështirë? I vështirë, se gjuni mas pare se kam ditë. Anglisht, atak, tuk, aty kam ditë. Si ju trajtonin Gjermanët? Jo vetëm struktura shtetërore, të cilët kanë patur një obligim ndoshta për t'ju sistemuar, për t'ju rahatuar një farë mënyre, por vendasit qytetarët. Një detyrim moral, një detyrim në rehabilitu. Se ne kemi ardhur këtu në zezën, pas një dokument kemi ardhur këtë. Na kanë marrë, na kanë rahatuar, socializuar, na kanë bon përpjekim në dhe kushte më të mira, një banes, në kanë dhënë një dhome, pak kushime, ka pak pore. Tani në kanë quna për do shkolla, e me integru ka pak e. Diku në kanë futë në për puna. Po më përgjithësi,
Gjermania, si Gjermania ka dhënë atë mirëqenien e vet, kapitalin e vet, jo vetëm për kosovarët, për të gjithë kosovarët, po për të gjithë njerëz pa dallim. Pa dyshim, por po do ndalemi tek Xhemali Shala, do flasim për personin tuaj, rrethanat e integrimit, të krijimit të një pozicioni të ri në një mjedis të huaj. E kishit si objektiv Gjermaninë, apo thjesht ishte një aspirat për të tekaluar në atë rrethin, të thoja, vicioz, të presionit të jashtëzakonshëm që kanë qenë ato vite kur e kene në Kosovë, ka qenë vitja 96, thatë, apo ja. E kishit menduar më përpara që të vini në Gjermani, apo kudo në Perëndim vetëm të largoshit nga Kosova? Kushtet, unë kam paramendu përpara, shpesh gjithmonë se kemi punu me paga 100 marka, ka qenë thuajse një pagë as heq as gjohesh. Okej. As paga as minimale, se nuk i kam përbush nevojat tona për jetë. Edhe ad hoc, aty për aty, ka qenë, ka marrë vendim me shoqin dhe me konsultu, do të ecim se këtu ka për ata që kanë, për ata që s'kanë, ti çka do që t'jesh në dhëmë tonë, kur të mungon mirëqenia sociale, mirëqenia materiale, ti si askushi. Ai që s'është askushi, bon dikushi, ju ka dhënë koha me punu, i pas para, e dikush që ka nevojë për nga dhëme në aty, jo ka të unë po flasë në përgjithësi për stresin e gjanë intelektuale, ju ka imponu me marrë rrugën e gërbetit. Me dëshirë jo, psikoz ka qenë, neurozat ka qenë, normal, gjendje rëndë psikologjike. Ti me dalë prej vendit tënë edhe me ardhë me një rrëth këtë pa një orë, me fillu jetën prej zero qytet, der ku kemi ardhë të në strehim, azil. Kishte një gjenerat paraprake, si u pritën ato, kishit ura komunikimi, sa ishin të organizuar komunitetu? Fjallën e ki për shqiptarët. Për shqiptarët, pikërisht, pa. Po shiko, shqiptarët si shqiptarët gjithmonë njerëz me nevoja janë. Gjithmonë kanë qenë njerëz shpirtdashës të mirë, me orientime të mira, solidar. Na kanë ndihmu aq sa kanë pas mundësi, na kanë orientu aq sa kanë pas mundësi. E bazën kryesore me qenën kapitale, materiale, sociale, më në rehabilitua kanë dhënë Gjermanët. Natyrisht, pa. Edhe për këtë është ky shtet i garantuar, ka nevojë për njerëz profesionet ndryshme, ka nevojë ky shtet për çdo gjë që i mungon vendit tonë. Sa vite që ndruat në Gjermani pa lëvizur fare për në Kosovë? Pa lëvizur fare s'kam qenë 5 vite. 5 vite? Tek pas lufte 2001 kam marrë. Si kanë qenë ato 5 vite? Kanë qenë të rënduar me mallë? Kanë qenë një generator i krimtarisë tënde? Sa janë reflektuar në vargjet tuaja në përbajtje? Kanë qenë diçka gjendjeron psikike. Vesh kushtet se mërgimi është ka fshatë e ronë që s'ka përdijet që thët me gjeni, ka fshatë e ronë që s'ka përdijet të vlo. Në një mungesë të komunikimit teknologjisë, që sot i kanë mërgjimtarët e ri, sot i kanë mundësi të komunikojnë me familje. Gërbeti shka qenë para 30 vjeteve, 25 vjeteve, nuk ka asohet me sëtë. Gërbeti sëtë jetë në Gjermani shkur të pezam jetë në Shkup, ose në Tiranë, në Prishtinë, prej banjës, kërë që atë. E se Malisheva është kërë qendër. Shënda shqiptari që Malisheva. Organizimi politike ushtara ka qëndë të prandaj e bon edhe rrugën ande. Realiteti që kjo është, na pëlqen. Pikërisht për të kaluar nga qendra, nga zemra. Rajt e luftës, baza e luftës, kryengritja parë popullore ka filluar me... Ma mirë që u bë autostrada këndë janë, nga Malisheva se i bie më shkurt. E kemi meritu. I bie më shkurt, apo ja? Po, normal. E ke meritu Malisheva dhe autostrada në gjitha këtu. Edhe më rafsh. Më rafsh, mas me hitu njëla. Kishë kushtu ma shumë. Pra, ishin vitet të ngarkuara psikikisht, shpirtërisht, ju mungon të Kosova, ju mungoshin njerëzit e dashur që kishit kujtime me ta, të farefisit, kolegët. Shika, Kosova për mu është inspirim. Kosova për mu është ka herë iluzion. Kosova për mu është një ëndër që kam qef në atë ëndër me hy, fjalla është ku jam gjumë. Pra dhe zhgandër kom qef me realitetin ku jetojmë, objektiv, o subjektiv. Kam qef ëndër për Kosovë ku shkojmë gjumë me zgjatë pa kufi.
Kom qef me andrat më të mira të shkojnë në gjumë për Kosovën, edhe zgjohem prej gjumën më ngjes që herët me andrat më të mira për vendin tim. Me andra nostalgjie, me andra dashnie, me andra që nuk du askush ta lëshoj Kosovën dhe ta kërkoj fatin e hidhur. Si e kundërpërgjigjur në momentet dhe rastet kur një huaj, ku ka marrë veç që je nga Kosova, një farë mënyre ka shprehur në veri për origjinën tënde. Shiko. Si ke reaguar në të momente, në çfarë forme? Ka njerëz po shumica për zotin të sa do me falas realitetit, si dikush tjetër thotë kështu. Ka njerëz po shumë njerëz të rrallë, ku po asa që kanë urrëtie se ka, po them di pjesë e vogël nësha ka, ama unë shumë pak kam taku njerëz me atë sy edhe gjuhë të urrëtie si ta kam shqyrë. Ndoshta edhe kjo, ku kemi qenë tullën në tavolinë, na kanë shiku, po ka mundësi unë mos e kuptu. Ose thjesht ka patur ndonjë paragjykim, po eja në tokën e huaj, kus nje, ku dhe është i ftoft. Ti i huaj në mesin e njerëzve të huaj, shpesh herë mungën ose paraqit edhe buzëqeshja false. Pse? Këto më thonë prej dhëmbjes që ndjejnë ata njerëz. Ndoshta edhe prej përbuzjes, për neve që kanë. Po shpesh herë prej keqardhjes, falso përshëndesin, falso buzëqeshin. Unë kisha thonë kjo është vetëm sikurse një histori e vogël miniature, që në përgjithësi unë për vete si mërgjimtar nuk kam vrejtje ku këtu jam integru dhe punoj që nga viti 1996. Ka njerëz që shohin zi, ka njerëz që shohin barë, po ka njerëz që shohin polimer, shohin ngjyra me polimeret ndryshme, kondet në prehta, që unë për veti kondet e mprehta me sy terp nuk më i lexu. Në këtë momente përgjithësi është në rregull, unë jam në rregull se na kanë ofru kushte e burë, s'ka lënë jashtë mu lau, t'kanë ofru një banesë, t'kanë ofru ushqim, t'kanë ofru pare edhe punë. Nuk e kam fjallën për vendasit, por kam fjallën edhe për kombet e kombësit e ndryshme të cilët jetojnë në Gjermani. Kanë patur paragjykime, mos informimin e sakt në momentin kur keni patur një kolege në një tavolin ku kanë marrë vesh për origjinën tuaj, dhe më thonë si kanë reaguar, sa ju kanë prekur reagimi i tyre, dhe më thonë këtu është kjo çështje, nuk ka të bëjë vetëm me gjermanët. Jeta është e ndjeshme. Okej. Jeta është e ndjeshme, pse po them se ndivinesh? Sepse na kemi bëjmë me njerëz shumë të mirë, shumë të afërt. Po tash ka njerëz që urrejnë, ka paragjykime, gjykime. Ka, se Gjermania është shtet multinacional, i nderuar, ka prej kombe, për gjitha kombe ndryshme. Ka tash edhe urrejtje, sidomos nëse ne flasim për një shtet që kemi pas zullum, edhe për një shtet që na ka qenë gjakpers okupator tek ne, normal që ta kanë këshiu me një sy tjetër, edhe ne jemi shiku me një sy tjetër. Ta zonë shumë Greku, Serbi, ose Makedoni, me një sy tjetër shqiptar të shikoj. I vret ajo përparësia shqiptare, ai zhvillimi, qoftë intelektual, qoftë teknologjik. Gjenerata juaj e mërgjimtarëve këtu në një farë mënyre ka qenë pikërisht objekti në të cilin kanë kaluar, ndoshta edhe mëritet të tjerëve, paragjykimet të tjerëve, ndërsa gjeneratat më të reja, pra të rritë sotëm nuk e kanë më atë kompleks, atë ndoshta edhe ndjenjë inferioriteti, sepse të rritë shqiptarë sot janë mirë integruar, janë shkolluar, të rritë gjermani njohin të rritë shqiptarë, ka ndryshuar tashmë rrethanat, pozicionet, njohjet për shqiptarët në përgjithësi. Kjo kontradik ka qenë gjithmonë aktuale, edhe te ne është. Edhe te ne është. Prindi këmë po këto, jemi punojnë të mire, vetë shembull. Shkohim punë, shko leje. Jemi gjithmonë kur rrimë njerë. Lej vajzën, lej djalin. Le të shkon në shkollë, le të shkon në profesion manal, le të troket në dyrët e universitetit. Pak na kem njerëz që në ashtu. Nuk them patriarkaliteti ende së ndën dhe gjenerata vjetër, por gjenerata e re, edhe ne, edhe gjenerata tash të neshme, ka një frymë të re. Ka një frymëzim që me shku ma lartë, me qeni panvarur, jo ndikimin e prindit bënë e këta hymë punë se duhet me blej. Shemull, po folim tash popullor që kem obligim me marru shtëpitë mia, me blej kushia, shet një parcel
një vend të mjeshet, një orë, jo lem duhet me morë. Gjanat kanë ndryshu shumë. Të mungon pjesa apo fjalia që të tjerë të drejtohen profesor? Më mungon e se edhe nuk u mungon. Okay. Koha bën vetën. Edhe ne si gjenerat kemi shiu të miren me ngjyrime të ndryshme, jete. Kemi shiu si çdo gjenerat tjetër. Edhe na krenohemi me atë kohë të ardhë, çfarë ka qenë ajo, po realiteti është ky që ne duhet mu adaptu, duhet mu pajtu, kudo që jemi në Mërgat, apo qoftë në vendin tonë, Kosovë, apo Shqipëri, apo trojët tjera etnike, kudo. Ne duhet të pajtojmë bashkë se duhet të ndalojmë bisedën tonë për të kaluar në një hapësirë publicitare dhe pastaj do kthehemi për këto që i kemi të shpërndara në tavolinë për krimtarinë tënde. Ti ndjekim. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo margjimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht fëmijëve të margjimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier gjigant. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Rikthehemi në pjesën tjetër të bisedës sonë me mysafirin shkrimtarin Xhemali Shalën. Kam në dorë një libër Shtigjeve të jetës, por gjithashtu kam Dashuro, një titull që në një farë mënyrë përmban edhe mesazh. Është edhe ndoshta edhe vetë formula e jetës, imagjinoni nëse nuk dashuron, nuk ka jetë, dhe jeta nuk ka kuptim, do thoj, apo jo. Shtigjeve të jetës, kur flasim për jetën, kjo dashuri si uragan, pastaj nuk jam i huaj, dielli, pasqyre ndritshme, stuhi jete, e shumë tituj të tjerë të librave, do më thënë Eva më vret
më shpejt se kurora, pastaj frymën tënde ndje rigat e dashurisë, e shumë tituj të tjerë, unë i përmenda disa prej tyre, po ti vëre gishtin në ndonjërin që mendoni që është kupola e krijimtarisë tënde. Çfarë titulli përmban? Kupola e krijimtarisë tënde të gjitha librat janë të mira, sipas mendimit tim, mendoj se të gjitha të mira, po më me veçu më duaj ashtu si jam, ose kjo dashuri që vragan. Po për këtë romanë që jam pëlqen më shumë të është kjo, edhe me vret, me shpresë se kurora. Është vërtet një roman thriller me psikologji, ka me ngritje. Thot, kjo më përgjithësi kushtohet pandemisë dikur që ishte panjohshëm për neve, që prapi panik që jo vetëm këtu në shqiptar, po në gjithë botën. Tani kom drejtu disa tema thriller, disa tema imagjinate, pi marrin njerëz, pi kopjojnë dhënat tona, gjenetike, fjalën e kom pi deshifrojnë njeriu, pi bëjnë bionik, kinë që me marrë vakcina, që do t'jetë një shpëtim i botës, njeriu do të ringjallët dhe njerëz kanë prit me vargu ka qenë gjatë, pika shkurtër. Edhe njerëzit i kanë marrë, kanë mashtruar dhe kanë shku me një planet tjetër, këtë atje, edhe kanë shëndru një këtë normal një njeri këtë biogenik, dhe më thua që një robot, që ku inteligencë artificiale, i kanë shfrytzu edhe në fund, dihet kush ka fitu, në toka. Pra, për më tepër duhet të lexoni librin, mos t'i tregojmë gjitha. Por paka shumë do më thënë çfarë pak pika shkurta. që të tërheqim edhe interesin e lexuesit në fakt rreth këtij romani. Por pyetja ka të bëjë me diçka që më provokoi edhe mua profili juaj i hershëm, i një biologu, profesori të biologjisë. Pyetja që të bëra, unë kisha mendu që ju jeni një profesor i gjuhës dhe i letërsisë. Por në fakt nga biologjia në krijimtari, si u bashkuan këto botëra, këto dy sfera, sa i ndihmojnë njëra tjetrën, biologjia, sa ka ndihmuar krijimtarinë? Biologjia është shkencë në vete, me vetim këtë që i përket natyrës, prej orës, gjenezën, ndërtimit njeriu, natyrës, përgjithësi bimbe, bio jetë, logos shkencë, shkenca bijetën, dhe më thonë, këtë të kësha është biologjia, kjo letërsia, që më thoni mu si profesor i gjuhës shqipe letërsisë, kam po jam një autor i thjesht, mundohem, mu ka imponu lo prej mallit, prej inspirimi, mallëngjimi, kujtimet e moqme, streha, vendlindja, që së bes pak dashnia, malli për adheu, malli për farefisni, malli për toke, për malli për gure, për lume, për gjithë shka. Që thonë të na për rasa e gurë, bojën t'je njefë, unë merë malli për adhe. Edhe kjo ka qenë si hobi, ose si profesion i dytë, që s'ka të bëjnë lidhje kur fare me biologji. Bile në promovimin tem, një vit i parë ku ishtë bashku pandemija, edhe në 2021, isha në Malishevë. Prend Buzhola është kritik numër 1. Kritik numër 1 të rrës shqiptar. E më ta mon librin prendi, shambull e ka shkru qëto, ko e ka redaktuar, e ka lektoruar recenzionin, ko e harruar miniatur. Aje, kër e merë librin e shoshit mirë, detalesh, edhe pe merë librin edhe po full. A pe sheni thash i libër, thënë, në herën e paru paraqita për një vit, 17 libra i pa të votu. është fjalla për materiale djeta që këmë pasë, edhe pak që kjo fara e përgjimit që ke. Në solli shumë iluzioni, shumë pasiguri e sene. Tha nuk dhe thët me qenë shkrimtar ti, me pas një diplom modha, aj që shta, e kam video, ta të regoj me vënë. Tha edhe mu bon shkrimtar, poet. Po tha kja hopi, tha me punë, tha kejta rrihen. Edhe unë, ja kom fillu kapak. Një ndër ta, Prend Buzhola ka qenë indikator, katalizator, proceset kimike, ndërfër proceset kimike që vlojnë në kimi, në biologi e fizik. Që e kam bajtur të ndezur pasione. A e ka diku shumë, që do të me shkrua, ka bak besa dhe ka kritiku. Mos bën kvantitet, po kvalitet shkruj pak e mirë.
Kritikat i ka qenë me vend. Tani e kum nol pak me. Kum shku pak më ka dale, ju më kujtu që shvorgun me vargë, me përshtate, ka pak rimate, ka pak muzën me përdore, ka pak... E ku jemi të muza, kur zbret muza më tepër kështu kam kryqe dhe bisedoni bashkë? Me çfarë ore parafraksisht? Shiko, muzat e unë zbret. Një gjithë e lullë që tash preja që e lullë me shkut, aty për aty lind muza, lind inspirimi, lind gjithë shka që duhet me shkru, po nuk do thot tash unë që jam shkrimtar edhe poet i thon vetës i mia. Jam te dikon që të për 2020-ës te histori këmë shkru që të me ka qik të në vetë 105 libra 10 në duke janë, nuk jam sigur që atë, po me një prokushtim, me një punë, me një qashe, gjdo gjo a arrin jetë. Ti dush me bin vetën që duhet me bon diçka për veti diçka. Kush ka qenë i pari apo e para që ka lexuar rrjeshtat tua të parë, që ke besuar në reagimin apo në vlerësimin e tij apo të saj? Ka qenë disa nxënësa që i kum pas atje. I kam pas shënimet e mia në Facebook, edhe shoqënia, miqësia, familja, lutën botën e libër. Mos i lësh shënime veç me mbeta, ashtu se i merr koha, i merr era. Pra, fjalët i merr era. Botimi ka filluar me epokën e digitalizimit apo jo? 2020, po. Nga viti 2020. Botimi parë ka qenë një fije shprese. Dhe për afro 5 vite ti ke botuar mbi 100 libra. 110 dikon. Kam botu. Edhe kur ju kum dhon mandej familjarë, shokëve, kur ju kum dhon nxënësve, më kanë thonë librat kanë shumë vlerë të madhe. Edhe redaktorët, kur i kanë marrë redaktori, shembull librin e parë që kum bën, Halil Zoni ka qenë. Ai më tha, gjem tash po folëm pak kështu. Tha ka njerëz shkrimtar, tha gjuhë shqipe, letrar, tha shkruajnë me plot gabime, tha duhet me asi. Ti tha po bëj ke gabime, s'po bëj ke gabime. Po që s'bëj gabime, çdo njeri gjallë gabon. Halili më ka thonë, vërtet bukur ke lapsin e mirë që shkruan, edhe vazhdo se i gjon temat e mira, i gjon temat e realiteti, i gjon temat e ndjeshme, nuk shkruan shka do. E prend Buzhale edhe ajo më ka thonë, po ajo më ka kritiku më shumë. Po, dhe kritik i fortër. Ku jemi tek temat. Është edhe një redaktor e mirë, Hasia Kërëzirë, është nuk e di veç, nëse merr librin me punu, aja është në gjendje çdo kohë me thirrë, me bisedu, çdo ngjarje me ndryshu diçka që ka më bëa. Është me të vërtet komunikuese shumë e madhe. Mandej është edhe një farë Dan Ibrahimi, edhe ai, është jashtëzakonisht punëtor i mirë. Mandej është Fadili, Izet Shola, jam zakonisht punëtor mirë lektorimin, redaktimin, recensionin. Izeti është quhet më tepër me recensionet e vënd mira. Për këto prej gjithë mërgjimtarësh ka në fillim ku kom nisë me shkru, në shok gjithmonë kemi dalë, në mërë me çdo herë kemi nejtë, unë e kam jam tip komunikativ, tip dinamik që e du jetën dhe me njerëz kam qenë me bisedu, me folë. Ajo më ka ndihmuar shumë. Në qasje, jo, pse s'pe botot, jo botoa, jo ane, ka qenë një farë Burhan Ramadani, është djallë shumë mirë dhe s'ka libër që nuk ja kam dhënë atime. Mandej, ka qenë një shok Bedrit e Leu dhe ai, më pa thonë nga dhata më badhonë. Fjallët mira, vazhdo, koha shkon, fjallët i merrera, ato që shkruhet në besin, në veprat. Tek temat janë pothuajse gjetja juaj, janë ngacmimet që të vinë nga refleksionet e përditshmërisë, të kujtimeve, dy luftimi me situatat shpirtërore her pas here, apo janë edhe ndoshta nxitje nga të tjerët të cilët të orientojnë në ato tema. Po, jeta është kontradikt. E mirë dhe e keqja shoqërojnë njeriun. Edhe psikologjia thotë se shpirti kur herë sa të jetë njeri edhe në botën e përtejshme paq nuk do t'jetë. Pse e them këtë? Sepse jeta nuk është ashtu si shihet e ëmbël,
Po kemi zbritje, kemi ngritje, batica ndryshme, ku ngjyrimet herë janë ngjyrime që me ngjyrat të lehta, të kënaqi kur i sheh. Po kemi edhe ngjyra trona që ndikojnë jetën psikike, jetën normale, jetën me një vend ku jeton, me një realitet. Edhe njëri shpeshherë kur nuk e gjen veten diçka dikon, atëherë lind një xixhe vogël që mund nxjerrti prej asaj situate ku je ose në vend tem shembull kur nuk më pëlqen diçka. Po flasim shoqënia politike. Unë tash nuk e përdori dhunën me protestu me grosht mira tavolinis. Po marr pendën edhe shkruaj diçka. Ti lëm të politikanët anash, por do të bëj këto. Po do me lidh me këto. Kur e shkruajnë letër që jam kundër. Po. Ajo kuptohet. Kuptohet se arma më e fortë për një krijues, për një këngëtar është kënga, që çon një mesazh. Këngët e tyre kthehen në himne të vërteta, kurse shkrimtarët, poetët bën të pavdekshëm nëpërmjet krijimtarisë të tyre. Por ajo që dëshiroj të di nga ju është fakti se kush kanë qenë kolosët e letërsisë, ato shtyllat që ke dashur të ndërtosh pastaj edhe konstruktin tënd të krijuesit. Kolosët më mirë ka qenë mua më pëlqen më tepër. Qoftë letërsia shqipe, por edhe ajo botërore, po. Një ndër ta që shumë vuajtje, mjerimi, dashnin për vendin, në varfërien, gjithmonë këto tema prekshme, gjithmonë jam nis prej migjenit. Sidomos më pëlqen ajo malësorja do që mirë zotëri. Kur as duhet malësorja pika. E din që është atë shpohin, ma tepër. As duhet me siguru kafshatën për vete dhe për familje. Mandej Naim Frashi, Samia, Ismail Kadare, Stereo Spase, Nazmir Rahmoni, Ali Podrimja, ka një gome madhe shkrimtarë të tjerë. Bebi Kike ka qenë si fëmijë, ka me zuva dhaj, ka qenë shkrimtarë, i fëmijëve ka qenë. Po nga letërsia botërore? Letërsia botërore ka qenë Tolstoj në fillim, që ne jemi rritë me një vend që ka qenë ndikimi komunistë e socialistë. Tolstoj në fillim, ka qenë mandej Martin Luteri, më duket edhe ai ka pas një ndikim të anë, se ai ka luftu për drejtat e popullit vetë, edhe ka shkru ka pak. Edhe këta. Ka qenë tani Victor Hugo, ka qenë shkrimtar gjerman, bile ka pas një letë një Victor Hugo, ka pas një përmbledhje poezime, një kursi fëmijë herë në gjimnaz, në kohën e patalizu, edhe ato ka lënë brejsa shumë noja. Mandej shkrimtar ka qenë duket Andon Mandej Argjishiku Kamberi, edhe ka qenë patriot, një shkrimtar, Anton Zakor Qajupi, Filip Shiroka, ku merë malli ka që përdora ata zojtë dalëndyshen, ma që mallin atje, ktheu dalëndyshe këtu, gjithmonë një groshdheje. Bile shumë poezi kam shkrune, edhe proza poetike, edhe në tregime, edhe novela, edhe në romane. Gjithmonë të unë zemë malli, më shkon në mende gjithmonë të Filip Shiroka. Kemi metë dy mende, thash zonën neutrale. Mendje në Kosovë, mendje në këtu. Mes dy realitetet të hidhura. Malli është atje, malli këtu. Kemë që më këthy familja këtu. Në me thonë, poeti asë njëherë nuk është i qetë. Pse e thëmë qetë? Në pash me vetë vetën edhe me realitet nuk bjekë. Dishka që vjetë një ngacmim për botës jashme, ose kur e ndin njeri për mbrenda, shpërthejnë atër emocionet, inspirimit, për me shkru dishka në letër. Shkrimet më të mira janë aty për aty. Nëse unë e planifikoj tash ku me shkru, s'mundem me shkru. Sa ka ndryshuar jeta e Xhemali Shalës pas botimeve të para? Pasi lexuesit kanë marrë veprat tuaja, ju kanë kontaktuar, kanë duar trukitur një farë mënyre punën tënde. Sa je ndje i përmbushur dhe sot pas 5 viteve ku ke bërë gjithë të botime, sa ndjesh i plotësuar? Po njeri, çfarë do punë që bën? Çfarë do punë që bën?
Nëse dikush ta vlerëson punën tonë, atëherë ti një farë mënyre ki një farë kënaqësie shpirtërore, e gjen rahatin e shpirtit dhe kënaqesh kur dikush çmon edhe t'jep fjalë pozitive, t'jep fjalë të mira që metafora jote ishte e mirë, muza jote ishte e mirë, ke pas suksese, ke arrit këtu. Nina ne që më thonë në një farë forme e nin vetën mirë, kur dikush vlerëson edhe çmon. Kom raste që më shku në Facebook, ka mundësi, dikon më taku, një libër me marë, një libër ma dërgu me post, unë për veti pa kur farë problemi, pa kur farë nuk pritoj, ja dërgoj se kur dikush ma vlerëson punën temë, është një farë kënaqësie shpirtërore. Kjo është. Bravo. Në ndërkohë, pas këtyre botimeve, ju e institucionalizuat një farë mënyre dinamikën tënde të krimtarisë dhe sa ka avancuar pastaj raportin tuaj me krijues të tjerë shqiptar, si janë marrëdhëniet me to? Ju tashmë jeni edhe antar i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar në Gjermani, apo jo? Sa ka përmirësuar apo sa ka avancuar këtë marrëdhënie midis krijuesve? Sa më shumë që mbahen tubime, këso shoqata, promovime të librave, sikurse shoqata jonë që është aktive me Selin Düsseldorf, në Nordrhein-Westfalen këtu në Gjermani, është e mirë. Edhe kemi komunikime shumë të mira. Ka shkrimtar, anë më bën trojë shqiptarë që vinë, edhe kur sheti aq shumë që njerëz kemi vlera, kemi njerëz të mirë që shkruajnë libra. A ka kënaqësi më të madhe kur një këmbë ecë përpara, kur një këmbë është i shkolluar, ka ngritje intelektuale të madhe. Nuk ka kënaqësi më të madhe se sa ku e sheh vëllezërit e motrat tua që kanë brindivush. E na këtu e kemi shoqatën tonë, që është me lutë 2006 me iniciativën e Palë Sokolit, Martinit, Martin Quni, Liman Zogaj, Dibrani. Këta kanë ndiku shumë që kjo shoqatë, me që një shoqatë osterioze, edhe mbi 150 vepra të intelektualëve të ndryshme nga trojet etnike tona, janë bërë promovimet, qoftë të artit, qoftë pikturës, por qoftë vlerave artistëve muzikës. Shoqata është një shoqatë e madhe që udhëhiqet nga kryetari Dibrani dhe sekretari është Palë Sokoli. Janë dyert e hapura për të gjithë ndërkombëtarët dhe për të gjithë ata poet ose piktor, aktor të ri, aty kanë mundësinë që me ju ndihmu dhe me ngrit përpara. Sa më shumë aktivitete që kemi na këtu, është e mirë që na traditat tona, kulturën tonë, dokët tona mos me harru. Edhe kjo reni që është tash, kjo gjenerat, fjallën e kom për gjeneratën e re, fëmijët tonë, është mirë me shku në shkollë, është mirë mu arsimu. Gjermanisht në kam e mësu fëmija, po është mirë fëmijëve tonë që Shqipe, mi participu, mi integru që mas me arru vendinin, mas me arru gjeneshën, mas me arru prind për nga kanorë, për qëri vend. Aktiviteti në të shoqatë, më trego bëhet mënyrë sporadike, apo ka ndonjë kalendar vjetor, ku më përpara shikon, bëhet rinditja, jepen prioritete, si funksionon faktikisht? Shpesh është mënyrë spontane, po shpesh të bëhemi, një grupi caktuar kryesisht janë, edhe ata bëjnë plane, e vlerësojnë, për shembull, cili shkrimtar, cili filozof, cili poet ka bagazh, o historian, për shembull, me promovu një vepër tina, edhe këtu diskutohen kryesisht, tani marrin një vendim, për shembull, edhe për shembull të fundit ka qenë promovimi i veprave shkrimtarëve me prejardhje nga Ilirida, dhe me thonë nga Maqedonia. Edhe aty a bon promovimi disa vepra, kanë qenë shkrimtarë të zgjedhur aty, edhe promovimi a bon, edhe shkon promovim bëhet promovim me vlera. Me vërtet kemi njerëz që në diasporë me vlera të larta intelektuale që bën se organizime edhe shoqate që japin një frymë edhe nxisin shumë njerëz veprejardhë shqiptare që kanë vërzit tonë që mos ta harrojnë vendin, të mirën me diçka, të bohën, ta ndëgjojmë një poezi, një mall pra dhëm. Edhe kështu. Mirë po,
kulmimin më të madh që shoqata jona e merr me promovimin e veprave për hir punës e veprës të madhe të Mallit Azem Shkreli. Bën promovime në qershor, më duket janë gjithmonë një herë në vit promovimet, bën gara, domthonë mes poetëve edhe prozatorë ku shkon prozë, romane. Edhe tashti është juria përbën prej 5-6 vete, kush ka dëshirë i dërgon, këtë 3 vepra, punimet e veta në poezi libra, edhe në prozë, me roman apo tregim apo novel diçka tjetër. Edhe tashti është komisioni aty që nëse provoj kush e zën cili zgjidhet cili libër është më i mirë me poezi më të mira, e merr në shpërblim për 500 euro, në prozë cili është... Pra një stimulim, është një formë. Stimulim, sa për ade... Po si është marrëdhënia me këto gjermanët, me shkrimtarët, autorët gjerman? Ke krijuar raporte, i ke ftuar... Kemi, ka vinë aty ku kemi, ka edhe gjerman, në të farforme është të rritë bashkëpunime, fryma e bashkëpunimit, po relacionet mira kemi, përfaqësohen, po jo as shumë, po kemi edhe relacionet mira. Por duhet të punohet më shumë. Po, duhet të punohet edhe vinë, po ne gjermanë të burri fort, stimulojnë, po na shqiptarët jemi ngurojnë, pritojmë me trokit në derë. Pajtosh me mua të kalojmë përsëri në një hapësirë publicitare, të nderojmë ata të cilët përkrajnë projektet tona në diasporë? Në rregull. Ti shikojmë. Përjetoni rahatin e vërtet me kondicionerët inverterët të serisë Gentle Cool, tani me zbritje të jashtëzakonshme. Mos e lini këtë mundësi t'ju ikë. Vizitoni dyqanet tona në Pejë dhe në Prishtinë. Porosisni tani online. Mbajini shtëpinë tuaj të freskët gjatë verës dhe të ngrohtë në dimër. Bruno është zgjedhja ideale për ju. Adheu në zemër natyrisht është të çdo marrëgimtar kudo në përbot. Formati më i ri televizionit TVR, Adheu në zemër ka për qëllim që t'ju ofroj pikërisht të fëmijëve të marrëgimtarëve tanë të moshës 6 dhe në 12 vjeç një hapësirë televizive për të shpalosur talentin e tyre në fushën e recitimit. Pra yjet e recitimit nga diaspora. Të gjithë ju të nderuar prindër që keni pikasur talent tek fëmijët tuaj në fushën e recitimit, ose vetë ju dëshironin që fëmijët tuaj të jenë personazhe në këtë format televiziv, atëherë mund të aplikoni në faqen tonë në Facebook Televizioni TVR. Dërgoni aty të dhënat tuaja si emri, mbiemri, një numër kontakti dhe gjithashtu edhe një video të kandidatit apo kandidates me një recitim të një vjershe. Vjershat apo poezitë duhet të jenë me përmbajtje për Adheun. Ju mirëpresim. Kantier Gjigan. Angazhim dhe përgjegjësi. Qindra shqiptar të punësuar në këtë kompani. Reka Kompani, me pronar vëllezërit e Reka, lider në fushën e ndërtimit në Belgjik. Jam me shkrimtarin Gjemali Shale këtu në Düsseldorf. Gjemali,
Ke menduar ndonjëherë të kthehesh përgjithmonë në Kosovë? Mendja gjithmonë rrin Kosovë më kthy. Mendja po, ke menduar seriozisht se mendja kas na çon mendja na çon edhe në Dubai, na çon gamos. Jemi me një oqean të hapur, në leti të hapur dhe jemi duke lëndru me ani. Andrën e kemi dhe i mytin që do të kthejmë dëshirë një ditë Kosovë. Me mene me shpirë që tash kthejta. Po këtu kemi familje, këtu kemi mbri diçka do kurthi dhe sene. Si është disponimi i fëmijëve? Disponimi i fëmijëve është mirë. Me dy realitete, vjetojnë edhe atje edhe këtu. Ju pëlqej Kosova shumë, po ka shkurt. Problemi është, unë jam fajtore që i kam qelë këtu. Shka do që aso kritik, unë jam vetë kritik edhe kritikoj vetë vetët. Ma është imponu më këtu edhe me ne. Besoj që në pension do të kthejmë një ditë. Kosovën tonë, martire, Kosovën tonë. Po gjatë vitit natyrisht, sidomos pushimet verore, besoj i kalon atje. 2 javë dhe në 4 javë është dhe. Çfarë është Kosova dhe Shqipëria për Xhemalin? Për mu nuk ekziston Shqipëri Kosovë. Ato kufiri veç formalitet. Unë them ekziston një Shqipëri etnike. Cilat të gjëra janë të shenjta për Xhemali Shalën të vlerave kombëtare? Sinceriteti, korrektësia, me dashur atë dhën, me dhon për atë dhën, jo me marrë për atë dhën. Edhe puna, me punë gjitha arrijen, dëshira ime është sa më shumë të tërkosim dyert e universitetit, të shkollohemi, të specializohemi, dhe të bëjmë Kosovën më të fortë, bashkë me Shqipërinë, që një ditë kemi qenë një shtet. Po liria, çfarë është liria për shkrimtarin Xhemali Shala? Liria është sakrifica më e madhe në jetë, është një ëndër që dikur e kemi pas të paralezueshme, një ëndër që kemi menduar që s'kemi prej kurr. Na kemi thonë gjithmonë, në vitet të 80 ku kemi qenë në studime, veç le të hiqet çizme okupatore serbe, le të vje Kosovë, le ta sundon edhe dreqi. Po shqyqër ëndra e lirisë erdhi, sakrifica më e madhe atyre martirëve që dhanë jetën për luftë, ne çdo herë duhet t'i kujtojmë, t'i respektojmë ata për gjakun dhe pikat e tyre që kanë dhënë për këtë tokë shqiptare ku jemi sot, për këtë Kosovë të lirë. Çfarë ka peng deri tani në jetën e tij shkrimtari Xhemali Shala? Ka ky libër, peng shpirti. Pengu mbetet që s'jam Kosovë. Pengu mbetet që jam rrugëve metropolet perëndimit. Kto janë metropolet e bukura, vendet e bukura, rrugë të bukura, parqe të bukura. Por aroma dhe malli dashnia e Kosovës i vendit tonë s'harrohet. Kur shkon në Kosovë, çfarë të mungon që nuk e gjen më? Që nuk të përmbush më? Çka s'më mungon? Më mungon dikur kur shkon në pushime, çfarë nuk të përmbush? Më mungon për shembull rrethi familjar dikush, prind nuk i kanë, nuk jetojnë më. Më mungojnë ata familja, gjithmonë kur shkoj me vllazën dhe me familjen, më kushtohet gjanë gjithmonë, rrim, dalim. Po gjana disis ka ndryshuar. Jeta digjitale, jeta dinamike ka bën vetën. Njerëz, pas ka ardha, po. Mirë, përshëndet. Dhe pyetja dytë, sa do të rish, a? Po, kur ke ardhur, sa do më nejtë, sa po do më arzu. Po më uri fort, po na s'kemë, jem njerëz varfën edhe këtu, njerëz varfën, kemi limite si në Kosovë e Shqipëri. Qesja është e njëjtë gati. Po dallojmë dosene po. Dallimet janë. Po pushimet ku i kalon në përveç Kosovës? Pushimet përpara kam kalu pak, kum shku, po një javë ditë në Mallorë kam qenë, në Shqipëri ndonjëherë, ku kam marrë 5-6. Mlini, në Dukrasi jem nalë, Turqi nga pak. Po, shkësh ka shkësh. Si kur vendi jëtë nuk ka. Prej që ati loqi, prej që ti dheu, pëse balët na jemi. Kudo që shkojmë, jem ata. Këto 2 vjetët e fundit shumë Gjerman tani po kalojnë pushimet në Bregdetin shqiptar. Sa të gëzon ky fakt? Po si nuk më gëzon ky fakt? A ka se ma mirë që na dheun tonë për vizitojnë njerëz të Evropës perëndimore.
Shumë Gjerman, shumë ka edhe disa seriale, kështu me promovim të vlerave turizmit, isha në për kanalet gjermane që Shqipëria është një vend atraktiv, ku çmimet janë të ulta, njerëz janë dashur, ti ofrojnë gjithë ato që kanë, njerëz janë gjithmonë korrekt, ndihmojnë më tepër se sa që duhesh ti. Vende tjera shumë ku qenë në Turqi, në Mallorca, ku qenë ose në Kroaci, ma dashën se shqiptarët u kima me këpres. Shqiptarët e japin maksimumin për te vetës me të dimu, edhe me të ofru ata, që se ke shemull, edhe çka të mungon, ata janë në gjendje me të ofru. Kjo është një trend i mirë. Ke patur rasti të komunikosh me gjermanët tu që i njeh që i ke koleg, i ke orientuar me informata për shembull që mund të shkojnë me pushimin në Shqipëri. Po aty këtu kur jemi taku, që vend punës, që ku kanë qenë në udhtim dikon në udhtim me tren apo me veturë. Sepse diaspora si gjithmonë ka bërë një punë të jashtëzakonshme edhe në këtë drejtim. Tamam ambasador të prezantimit të resurseve turistike. Po. Gjithmonë pyesin, edhe e njohin Shqipërinë shumë mirë. Kosovën e kanë njohur po shumë më pak. Shqipërinë e njohin se Shqipëria ka pas traditë, shtetë ka qenë gjithmonë prej 1912-s, ka pas informim qoftë para luftës parë botërore, luftës e dytë botërore, qoftë para shembjes, ku ka qenë komunizmi edhe në rastin e shembjes të murit 1989, muri i socializmit kur u thy, dhe kur fitu njerëz të drejtat e veta, u pavarësuan, vloj demokracia erdhi, gjermanët janë shumë mu flasin, po lexojnë shumë, edhe din, besën në Gjermën, ku kemi hyrë në bisedë kështu, për Shqipërinë e Kosovës, më ka lënë me gojë hapur. Pse thëmë? Dike më shumë se unë, o burë. I dike që thërë për shpinë tonë me dike kush për njështë të të. Paraprakisht informohen dhe pastaj shkojnë. Lexojnë o burë i fut, lexojnë, qëto probleme, na shqiptarët, e morëm qitë liber. Nuk e lexojnë mend, e lexojnë fund. Kështu, ku jemi të librat, për në fund, po ta bëj një pyetje, cilin libër do të më adhorosh dhe cili do të jetë dedikimi në këtë libër për mua? Hajde ta bëjmë publike. Librit kisha thënë që unë, sipas vlerësimit tem se vlerat e mia i vlerëson publiku edhe lexuesi edhe ai që ka bërë recensionin, redaktimin edhe lektorimin e librit ata. Po kisha thënë që ta era me vret më shpejt se sa kurora, edhe nuk jam i huaj. Poezi. Bukur shumë. Është libër shumë i mirë, edhe kjo dashuri si uragan. Dhe me çfarë dedikimi? Me dedikim kur mos u dorëzo atë që ke në mendje dhe në shpirt mund ta realizosh, po duhet të jesh vetja, me mund dhe sakrificë mund të arrijen të gjitha. Jo me ëndra, vetëm duke andru edhe me afutxhem. Po duhet me punu fort, me pas inspirim, kur ta merr një punë, me hy, mu përvjel këgjo mirë edhe me përfundu. Sikur sot, për shembull që bëjmë 100 kilometra për të takuar bashkë, apo ja? Falenderojmë për këtë mision shërë që e merë pasqyra jote, puna jote, është kjo që diasporën gjithmonë ja jep një pasqyrë shumë mirë që këtë botë është edhe vendi jonë. Me kënaqësi gjithmonë në shërbim të vlerave diasporës si që jeni edhe ju. Na mburrim me punën tonë, me personalitetin tonë, me dashamirësinë tonë, edhe pyetjet i kit, nuk i ki kontroverse, po pyetjet i kit të mira, ka pak. Gazetarët që bëjnë pyetje të mira nuk janë gazetarë të mirë, ta dish. Unë e përbalë që shtu, të vlerësimi e dikush e shet një farkondit prizmë të ndryshme. Unë e të vlerësaj misor, dashamirë, falenderoj për gjithë rrugën që ke marrë mundin me orë dhe i të. Respekt që të shërë. Atëherë të dashur teleshikues, këtu e përfundojmë këtë bisedë të këndshme me autorin e mbi 100 veprave letrare që jeton këtu në Düsseldorf, Xhemali Shalën. Do të kalojmë tani tek një moment tjetër. Ndihem shumë mirë, me njerëz të dashur, punojmë pa stres,
Ajo është me rëndësi. Kjo është me rëndësishme që të vim në mëngjes edhe nuk jemi të themi boboku po vemi, por vim me qef në punë. Për Skënderin, pronarin dhe Alberien, kam shumë konsiderata të mira, mendoj dhe është e vërtet që janë njerëz punëtor, njerëz të ndershëm dhe njerëz që vlerësojnë dhe punën e të tjerëve, sidomos të punëtorëve. Ky është suxhuk tradicional shtëpiak, më i preferuari. Kemi djeks edhe pa djeks, por këto kemi edhe mishin e thotë, mish tradicional, si është në kohët e hershme, të mënë shef si thetë, të mënë të. Unë banoj këtu afër dhe jam pothuajse ndër klientët e para të këtij marketi dhe vi rregullisht këtu, pasi ka zgjedhje dhe artikuj të shumtë. Kam mbi 7 vite që vi rregullisht, produktet e mishit të bluar këtu i kam në preferencat e mia. Ka shërbim profesional, pastërti, ekipi është shumë i mirë. Unë quhem Lulzim Kastrati, vi nga komuna Avecet, fshati Qeplak, Belgjike taj që 19 vite, të Shkënderi vi shpesh. Fëmijë me familja dhe vi, ka produktet mira, për ashtu dhe vi. Jeton këtu në Halset? Po, në Halset, jeton në Halset. E qa merresh, qa punon, qa... Punoj me një firmë që banë për punimi i gumës, që 14 vite, kështu në radhë. Çfarë produktesh më tepër me këtë Skënderi? Po si produkte shqiptare, si gjithherë. Po? Si mishi, suxhuku, mishi thatë, pleskavica, kështu në radhë. Pra është një përparësi se këtu është shija e vendindjes. Normal. Këtu është shijen e mishin, e millin, e kallamojit. Kemi, normal. Për mallohëm ashtu edhe kështu i marrëm të kjo. Çfarë opinioni dhe vlerësimi ke për stafin? Një shumë. Janë shumë të... që thënë friendly këta, shqip që shta. Po. Janë pak. Janë shumë miqësorë. Po, miqësorë, normal. Presin mirë edhe. Ma mirë pritja edhe shkojnë edhe. Është një market i madh me shumë artikuj cilësor. Stafi këtu janë shumë miqësorë dhe me sugjerimin e pronarëve kam provuar shpesh edhe produkte shqiptare. Gjithashtu dua të përmend se ku ka aksione pamirësie, pronarët e këtij marketi janë të parët që kontribuojnë. Unë quhem Visam Morici nga Peja, jetoj në Belgjik që 5 vite, në komunën Aseldit. Këtu në Spartë vim thuja 4-5 herë gjatë javës, për puna se ka produkte Kosovës, furnizojmë produkte të Kosovës, shërbimi është shumë i mirë, çmimet e produkteve janë shumë të mira, më thonë se na mungon kurrë nga Kosova, më thonë thuja krejt kena këtu. Çfarë vlerësimi ke për stafin për Skënderin? Stafi është shumë i mirë, mikpritjen e është shumë e mirë. Po, kjo? Këto janë prodhime vendore, prodhohen në Gjilan, shumë të mira djeks, ose pa djeks. Më të mira të kemi nga Krusha. Jem Ndërshala, fakt jem vllai i Skëndershalës pronarit. Mas pare ndihem shumë krenar me çka ka arrit deri me tani vllau. Edhe se jem shumë kënaqur me marketin se kemi furnizimet që na duhen neve këtu. Nuk kemi nevojë me shku me kilometra. Na në fakt jemi afër këtu ku banojmë. Edhe gjitha furnizimet që i kemi na nevojë i kemi këtu afër. Jam shumë i kënaqur që këtu afër meje gjendet Spari, ku vi her pas here për t'u furnizuar me gjërat ushqimore.
stafi është shumë i kpritës dhe i sjellshëm. Unë jam pjesë e stafit dhe jam e lumtur që këtu punoj për vitesh ku ndihem e respektuar nga shefat e mi dhe kolegët gjithashtu. Pasi këtu shesim edhe produktet shqiptare, mund të them se kam provuar shpesh dhe kanë shijen e mirë. Gjithashtu, di edhe disa fjalë shqip si Mirë, merdita, mirë mengjasi, toftë. Bukur, bravo.